Londër u mbajt samiti i sigurisë kufitare, ku bashkëpunimi mes Mbretërisë së Bashkuar dhe policisë shqiptare u vlerësua si një model suksesi në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe kontrabandimit të emigrantëve. Në këtë samit morën pjesë drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale, drejtuesi lart Neritan Allbati dhe drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi lart Sajmir Boshnjaku. Gjatë takimit u trajtuan strategjitë dhe metodat më efikase për të forcuar kontrollet kufitare dhe për të parandaluar aktivitetet e palishme që lidhen me emigracionin dhe krimin e organizuar. Në fjalën e tij, drejtori Neritan Allbati ndau përvojën dhe rezultatet e bashkëpunimit mes policisë së shtetit dhe autoriteteve britanike, duke theksuar operacionet e suksesshme të përbashkëta. Graham Bigger, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Krimit, vlerësoi kontributin e policisë shqiptare, duke theksuar: bashkëpunimi i shkëlqyer operacional mes Mbretërisë së Bashkuar dhe policisë shqiptare është një shembull për të gjithë partnerët në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandimit të emigrantëve dhe krimit të organizuar. Drejtori Allbati zhvilloi një takim miqësor me drejtorin e NCA-s, ku konfirmua mbështetja e mëtejshme e Agjencisë Britanike për Policinë Shqiptare. Drejtori i Kufirit dhe Migracionit Sajmir Boshnjaku u takua me drejtorin për migracionin në Mbretërinë e Bashkuar Bas Xhevet, i cili falenderoi Policinë Shqiptare për profesionalizmin dhe përkushtimin në luftën kundër kontrabandës së emigrantëve. Ky samit konfirmoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në forcimin e sigurisë kufitare dhe angazhimin e Shqipërisë për të qenë një partner i besueshëm në luftën kundër krimit të organizuar.